Mirëmbrëma të nderuar ndjekës të mi. Jam këtu sonte me ju për të ndarë një histori shumë interesante, një histori që konkretisht nga kjo që unë do të rrethej do të duket e pabesueshme, por fatkeqësisht ne ndonjëherë në jetë disa gjëra shumë të rëndësishme që në fakt ekzistojnë fakte, ekzistojnë të vërteta, ekzistojnë realitete, mundohemi t'i fshehim, por fatkeqësisht ato gjëra nuk fshihen në asnjë mënyrë. Dhe historia e Clyde's është një histori që nga një jetë shumë e lumtur përballet me një realitet i cili fillimisht i paraqitet në ëndër. Clyda në moshën e saj madhore është rritur në një familje me shumë dashuri, në një familje që nuk i ka munguar asnjë gjë, në një familje që i ka falur universin, le të themi, Clyde's, dhe Clyda ka ndjekur të gjitha ëndrat e saj, ka ndjekur të gjitha dëshirat e saj dhe ka ndjekur të gjitha pasionet me radhë. Fillimisht, Clyda ka parë një ëndër të cilës nuk është se i ka vënë edhe shumë rëndësi, sepse shumica e njerëzve kaq nuk i besojnë ëndrat edhe nuk ju vënë rëndësinë. Në ëndër i është shfaqur një vajzë e cila i është prezantuar si motër edhe i ka thënë që nëna jote po fsheh një të vërtet të madhe, ndërsa unë jam motra jote. Ka qenë ora 4 e mëngjesit, Clyda është zgjuar me një vullnet të madh në kuptimin të frikës, por edhe ka parë veten, ka prekur veten, ka qenë gjithçka në rregull dhe ka thënë hajt se është një ëndër varja, mos u merr me të. Është zgjuar nesër si çdo njeri, ka larë dhëmbët, ka bërë gjërat e mëngjesit edhe ka nisur ditën e saj. Pas 2 netësh, përsëri i shfaqet e njëjta ëndër. Do me thënë, e njëjta vajzë i thotë që më dëgjo mua dhe hajde më tako, unë jam motra jote. Dhe ne të dyja gjithmonë kemi kërkuar njëra tjetrën shpirtërisht, nëna jote po e fsheh këtë të vërtetë. Dhe Clyda është stresuar, nga që vërtet goca në fjalë i ka thënë që unë jam motra jote, por nuk i ka dhënë asnjë lloj shenje se ku ta kërkon motrën e saj. Do thënë pastaj këtu ka qenë dhe frika më e madhe se në ç'vend do e kërkoj unë njëria e gjeta, apo ku do e kërkoj motrën. Dhe ka vazhduar përsëri, do me thënë, Clyda me atë të vetën që ka filluar të shkon në universitet, më pas do me thënë ka ardhur ke shtëpia dhe këtë ëndrrën një çik si e ka lënë si në hares. Dhe një natë prej netësh i thot, i del përsëri e njëjta gocë në ëndër, edhe i thot që hajde jam tek filan spitali, punoj si motër në urgjencë. Hajde dhe më tako. Clyda e merr seriozisht më. Çohet nga gjumi, i thot të jëmë se do shkon në shkollë, do me thënë nuk i jep asnjë lloj informacioni, edhe shkon drejt urgjencës. Kërkon, nuk e gjen dot. Dhe kthehet. Më pas, një gjë brenda vetes së saj pas dite i thot provo edhe një herë. Dhe Clyda shkon, ç'të shikon? Brenda në urgjencë, motra e cila ishte në ndrimin të punës, ishte e njëjta fytyrë që Clydës i kishte dalur në ëndër. E takon, ajo gocë stresohet dhe fillon të largohet, edhe Clyda vrapon pas saj. Bisedojnë të dyja pak e shumë dhe vendosin që të ulen në një cep të spitalit. Clyda ja tregon krejtësisht ëndrrën dhe kjo goca në fjalë i thotë që në fakt motra e saj, Albina në këtë rast, i thotë që unë e di që jam një vajzë e rritur në jetimore, më pas dhe me thënë kam jetuar vetëm, kam punuar, kam studiuar dhe jam bërë infermiere, sot jam e martuar dhe kam një djalë, i thotë. Por kam dëgjuar thot pak e shumë për rënjët e mia, por nuk e dija që dhe kam dalë në ëndër, sepse kjo i thot gjatë gjithë kohës unë kam kërkuar që jam lutur që t'i dalë nënës time në ëndër edhe të paktën të më kërkon. Dhe lutja në një farë mënyre i është realizuar. Dhe Clyda shkon në shtëpi dhe tërthurazi i thot nënës çdo të thot një njeri në jetë të mbaj sekrete.
Dhe nga mënyra se si nëna e saj ja kthen përgjigjen, Klajda arrin që të kupton që nëna e saj ka një sekret. Dhe gradualisht, me ditë, Klajda bëhet si e sëmur, edhe së bashku me motrën e saj, domethënë me këtë gocën që Klajda ka pas dyshim dhe ja ka shpjeguar kësaj goce çdo detaj, domethënë që unë dyshoj, Klajda ka shkuar në spital sepse Klajda ka filluar pastaj të ulëmton. Dhe domethënë historia po i del që nëna e saj është nëna biologjike. Dhe Klajda e kupton nga një zonjë në qytetin ku ajo jeton se nëna e saj ka patur një martesë më herët para martesës me babain me Klajdën. Dhe aty normalisht e Klajda shtohen të gjitha dyshimet, se këtu ka një gjë që nuk shkon, do thënë ka diçka që është përtej kësaj. Dhe në këtë pikë Klajda dhe nëna e saj shkojnë në spital. Nëna fëmijën e ndjen, edhe pas 100 vitesh të takon e ndjen. Në momentin që e shikon këtë gocën, ajo befasohet, thënë tronditet, çuditet. Thot, unë e njoh këtë fytyrën. E kupton? Dhe këtu domethënë fillojnë bisedojnë, pastaj largohen, domethënë ka shkuar 3 muaj derisa kanë gjetur të gjitha të dhënat, të gjitha detajet dhe ka rezultuar edhe nëpërmjet ADN-s që motra e cila punon si infermiere në këtë spitalin është motra e Klajdës. Dhe që atëherë janë takuar me burrin, me motrën, me nipçen e vogël dhe sot e kësaj dite janë të afërt, domethënë takohen me festa, rinë me njëri tjetrin, por nëna e Klajdës në fund e tregon të vërtetën që ka patur një gocë dhe detyrimisht nga mos dëshira e prindërve të saj në atë kohë që ta merr këtë gocën se e ka pas jashtë martese, është detyruar që ta lërë në jetimore. Ka vajtur, ka pyetur 2-3 herë, në jetimore i kanë thënë që nuk është, pastaj domethënë i kanë thënë që ka vdek, edhe kur më nuk ka patur mundësinë për ta kërkuar se në këtë rast dhe babai Klajdës, i cili nuk jeton më, nuk e ka ditur që bashkëshortja e tij ka qenë martuar më herët. Domethënë nuk i ka thënë kjo, por nuk i ka thënë dhe familja e kësaj. Dhe çuditërisht, ajo nuk e ka hapur më si temë këtë, domethënë fare. Ndërsa, ndoshta zotëria edhe ka marrë ndonjë informacion, tani sepse Klajda nuk e ka shpjeguar në detaje, por ka thënë që babai nuk e ka ditë. Sot e kësaj dite, kjo zonjë e nderuar kalon bukur me vajzën e vet, por mesazhi i gjithë kësaj historie është kjo që asnjëherë mos u mundoni që një realitet ta mbyllni brenda vetes tuaj, se një ditë, sidoqoftë në jetën e një personit, ai realiteti do të zbardhet.